nuk dija gjë. Dhe vetë një shprehje që përdori tha, vazhdo jetën ta se unë mbylla qepenin. Ky ishte shumë e rëndë për mua, i them, ne kemi një jetë bashkë dhe janë 4 fëmijë në shtëpi që të presin. Në mes të gushtit ai ndroi jetë, pa shumë reagime, si gjatë funeralit, si gjatë këtyre ceremonive që ne kemi. Dhe aty kuptova që diçka nuk shkonte, sepse shumë veta nuk erdhën. Dhe vetëm pas një jave, mjekja më ka marrë në telefon dhe ka thënë pareqitu nesër në klinikë, dhe aty për herë të parë e kam pohuar që je një person HIV pozitiv dhe partneri jot ndroi jetë për shkak të AIDS-it. Mendimi i parë ishte që do jetoja edhe 2 vjet, sepse llogarita kohën nga momenti i diagnozës së tim shoqit deri sa rojti, por veten e harrova. Mendova vetëm këtë kohën, edhe 2 vjet jetë kam, por mendimi i parë ishte çfarë do ndodh me fëmijët. Pra dera ime u mbyll për të gjithë. Oli, ka momente që ke inat, e urren atë virusin që ke në trup. Pse të më erdhe, pse mua? Jo, nuk e kam dialog me virusin. Unë ta kam treguar, unë dialogun e kisha me Zotin, që pse më zgjodhe për këtë. Sepse gjithmonë është trajtuar si një çështje morali. Pra kur unë prezantohesha, ajo që u shkonte ndërmend me sa burra ka shkuar kjo. Në nder të asaj dhimbje që unë nuk arrita ta bëja për bashkëshortin tim, thash në këtë vend nuk do vdes më njeri pa e provuar të mirën e ilaçit. Dhe ky është ai motivi fort që i vura vetes. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.